një mbur. Këto di dhe e kam pas. Dit herë mas herë. Atë ke foli herë që do bëhet kukat kamis fabrikë të tjerë me shkarbonë, shkarbonë. Shulirës atje. Në rast ku ka përmbytje të mëdha, në rast emergjente se kjo nuk përballohet me një hidrovar. Atje kanë diskutuar. Don edhe 2 edhe 3. Siç e shikoni, situata është mjaft dramatike. Është një gjendje shumë e keqe për banorët, për fermerët, madje këtu nga pas është edhe një rrugë e cila lidh 2 fshatrat, shumë problematike për fëmijët që shkojnë në shkollë. Duket sikur e gjithë zona e Torovicës nuk është pjesë e Republikës, është jashtë kontrollit. Unë ftoj Ministrinë e Bujqësisë, Bashkinë e Lezhës që në kohë normale të vinë dhe të administrojnë zonën ashtu siç duhet, me kanalet, me kullimet, edhe mbi të gjitha me hidrovorin në zonën e Balltrenit, i cili është premtuar në çdo fushat elektorale dhe është kthyer në një gënjeshtër. Për fat keq edhe këto ditë shohim vetëm justifikime nga ana e kryeministrit, nga qeveria, shpikin prallat pa dëgjuara që ky shi s'ka ra asnjëherë në këto 100 vite, pastaj thonë në 1000 vite nuk ka një shi apo një stuhi si kjo. Në fakt zona Torovicës brenda 2 muajve është përmbytur 2 herë, nuk janë 1000 hektar në zonën e Lezhës, 1000 hektar janë vetëm në Torovicë tashmë të përmbytura. Ndërkohë që kemi Spitnin, kemi Zejmenin, kemi pjesë të Zadrimës, ka kudo dëme, kudo probleme dhe bëj thirrje autoriteteve, qoftë lokale, qoftë qendrore, të dëmshpërblejnë banorët të gjinden, sepse kanë gjën e gjallë, nuk kanë taxhi dhe jeta e tyre e përditshme varet nga këto fusha, varet nga baktitë që kanë, nga të mbjellat të cilat janë shkatruar 2 herë madje, dhe nuk ka në horizont asnjë kompensim, nuk ka asnjë shpresë përveç se fjalë boshe.